Mes fushori i kombëtares shqiptare, Ylber Ramadani, ka qenë një nga protagonistët absolut të arritjes historike të Leqes, që siguroi mbijetesën në Serie A për vitin e 4 radhësi dhe do të jetë përsëri në elit në vitin e ardhshëm. Mes fushori ka qenë një titular fiks në urdhrat e trajnerit Eusebio Di Francesco dhe ka lënë shenjë në vazhdimsinë e ekipit që edhe pse me një buxhet shumë më të ulët se të skuadrave të tjera, ja doli që të mbijetonte dhe do të luajë si asnjëherë më parë për vitin e 5 radhësi në Serie A. Ramadanit i është rinovuar kontrata për një tjetër vit, pasi klubi aktivizoi klauzolën e tij që në mesin e sezonit, duke e shtyrë fundin e marrëveshjes në verën e vitit 2027. Por Ramadani nuk do ta nisë nga fillimi i sezonin 2026-2027. Kjo pasi kartoni i verdh që mori në ndeshjen e javës së fundit ndaj Genoas bëri që ai të plotësonte numrin e kartonëve të verdh për pezullimin me një ndeshje. Një dënim të cilin Ramadani do ta vuajë në javën e parë të sezonit të ardhshëm në elitën e futbollit italian. Ylber Ramadani ka mbyllur këtë sezon në Serie A si një protagonist i vërtet, lider i skuadrës së Leqes, e cila për herë të parë në histori do të jetë për të 500 edicion radhazi në elit, pasi siguroi një herë tjetër mbijetesën. Në përfundim të ndeshjes së fituar ndaj Genoas, ishte pikërisht Ramadani ai i cili foli para mediave, duke shprehur besimin që kishte pasur se me këtë grup ekipi do të kishte arritur këto rezultate. Ky sezon ka qenë një përvojë e veçantë. Edhe djemt që nuk luajtën ishin aty. E merituam të ishim këtu. Nuk dëgjuam asgjë për ndeshjen tjetër. E thash që nuk ishte një shëtitje. Luajtëm ndeshje të shkëlqyera. Pas golit, e dija, kam përvojë nga viti i kaluar dhe vitet e tjera. Ne donim ta mbanim ekipin të qetë. Çdo gjë mund të ndodhte në ndeshje. Nuk na interesonte rezultati i Como Cremonese. Në fund, isha zëvendës trajner në fushë. Nuk dua të jem trajner. E falenderoj trajnerin. Ai më ka përmirësuar në shumë aspekte të ndryshme. Jam shumë i lidhur me këtë tokë. Më kujton Shqipërinë time. Çdo ditë që e kam të lirë, shkoj në shtëpi dhe kthehem menjëherë. Këtë javë pata disa probleme me gjurin. Shtrëngova dhëmbët për të luajtur sot. Doja të isha në fushë. Vitin e kaluar nuk u zhduka. Kishte zgjedhje nga trajneri që donte të luante në mënyrë të ndryshme. Unë gjithmonë kam qenë profesionist. Goli kundër Torinos shleu gjithë sezonin. Këtë vit ndihem më shumë në qendër të gjërave. Isha zëvendës kapiten. Ne dinim çfarë të bënim dhe bëm gjithçka me shokët. Ishin vërtet grupi më i mirë që kam pasur që kur kam qenë këtu. I falenderoj ata, tifozët dhe qytetin. Kur humbnim, i thosha unë drejtorit që të flisja para mediave. E dinim se do të ringritjeshim. Kur humbasim, unë jam gjithmonë i pari. Nuk i braktisi lojtarët e rinj. Në këtë qytet vuhet shumë presioni. Isha i pari që flisja kur humbnim ose barazonim. I thosha drejtorit, nuk ka problem. Kur luajtëm 4 ndeshje të forta, Napoli, Roma, Bologna dhe Inter, atje mendonim për keq, dhe pas gabimit tim, në fund thash se duhet të bënim pak më shumë për të qëndruar lart. Të gjithë na kritikuan, por në fund mbijetuam edhe fal pikës që morëm në Verona. Kjo bëri diferencën ndaj Cremoneses. Verona na krijoi vështirësi. Kjo bëri diferencën. Dedikimi është për Gracianon. E pash gruan e tij me fëmijët dhe i thash: po e bëjmë këto për Gracianon, për njerëzit tanë. Ai është një nga ne. Ishin fjalët e Ramadanit pas ndeshjes historike.